Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Eliminoni fryrjen e barkut për 5 minuta vetëm me këtë recetë, ja si ta përgatisni. Fryrja e stomakut është me të vërtet irrituese dhe e bezdishme, veçanërisht nëse ju ndodh shpesh pas ngrënies. Zakonisht këto probleme janë të padëmshme, por në disa raste mund të jenë simptom e ndonjë sëmundjeje të fshehur. Sipas ekspertëve, ju duhet që të konsumoni çajin e energjiku. Çaji i energjikut e qetëson stomakun dhe njëkohësisht largon fryrjet. Ju duhet ta pini atë në darkë për të ngadalësuar trazirat në stomak. Për një filxhan me çaj, juve do t'ju nevojiten 7 deri në 10 të gjethe energjiku dhe 250 ml ujë. Nëse dëshironi, mund të shtoni mjalt ose limon. Në disa raste të tjera mund të shtoni edhe akull. Xhenxhefil. Çaji me xhenxhefil, mjalt dhe limon është njëkohësisht shumë i mirë kundër gazrave dhe fryrjes në stomak. Përbërësit e xhenxhefilit gjithashtu kanë aftësinë të qetësojnë zorrët dhe po ashtu të largojnë çdo inflamacion të mundshëm. Mjafton që ju të zjeni 1 deri në 2 cm xhenxhefil të grirë holl në ujë dhe më pas po ashtu të shtoni mjalt dhe limon dhe ta pini para ose pas vakteve. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit është gjithashtu shumë i dobishëm kundër fryrjeve dhe problemeve me tretjen dhe urthin. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se çajin ju mund ta shoqëroni me mjalt ose me lëng limoni. Për një filxhan me çaj, juve do t'ju nevojitet 1 lugë çaj kamomili thatë dhe 250 ml ujë. Kungulli. Shpesh fryrjet shkaktohen nga fibrat e tepërta dhe sipas ekspertëve, juve do t'ju duhet që të konsumoni kungull të verdhë sepse ai është shumë i mirë kundër këtij problemi pasi eliminon njëkohësisht fryrjet. Hani një filxhan me kungull të zier ose të pjekur gjatë një vakti për të mos patur fryrje. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ju mund të konsumoni edhe ujë me limon. Uji me limon është shumë i mirë për shpërbërjen e duhur të ushqimit. Sipas informacioneve, uji pastron sistemin tuaj tretës ndërsa limoni e përmirëson tretjen. Sipas informacioneve, uji gjithashtu pastron sistemin dhe e mira është që ju ta pini atë menjëherë sapo të zgjoheni për të patur një fillim sa më të mbar të ditës. Nëse vazhdimisht ju ndjeni ndjesinë e fryrjes dhe ju duket e pamundur që të shpëtoni prej saj, atëherë jeni duke dëgjuar videon e duhur. Nëse mendoni se duke mos ngrënë do ta zhdukni këtë ndjesi të tmerrshme, e keni gabim. Ajo që ju duhet të bëni është thjesht të tregoni përzgjedhës në dietën tuaj, si edhe sa herë të ndiheni të fryrë, ju të konsumoni ushqime të cilat e largojnë këtë ndjesi. Cilat janë ushqimet të cilat do t'ju vinë në ndihmë? Peshku. Peshku tretet me lehtësi dhe njëkohësisht përmban proteina të cilat luftojnë ndjesinë e fryrjes. Kungulli është i pasur me fibra. Spinaqi është i pasur njëkohësisht me vitaminën B. Majdanozi është i pasur me vitaminën C dhe kalium. Uthulla e mollës mund t'ju ndihmojë gjithashtu me tretjen. Selenoja e nxit urinimin dhe lehtëson ndjesinë e fryrjes. Ditët kur ndiheni të fryrë dhe sidomos në zonën e barkut, ju me siguri i kujtoni si shumë të sikletshme. Kjo është një gjendje të cilën trupi juaj e zhvillon her pas here dhe që mund t'ju pengojë në aktivitetet tuaja të përditshme. Rroba do t'i ndjeni më të ngushta dhe njëkohësisht mund të kthehet në një sfidë të vërtetë. Ndonjëherë kjo mund të duket disi e paevitueshme
dhe ju duhet me patjetër të gjeni disa mënyra natyrale se si ju të shmangni barkun e fryrë. Le të fillojmë me ushqimet. Një nga mënyrat më të mira dhe njëkohësisht natyrale për ta larguar këtë problem një herë e mirë është sigurisht kujdesi që ju duhet të tregoni ndaj ushqimit. Ka disa ushqime të cilat e ndihmojnë trupin tuaj që të kryejë si duhet proceset e tij duke parandaluar kështu fryrjen. Zakonisht ky reagim i trupit ndodh nga mostretja si duhet e ushqimeve. Prandaj gjithnjë duhet të zgjidhni të duhurat. Kastraveci. Sipas ekspertëve, kastraveci rekomandohet se ka veti që të mbledh toksinat e trupit dhe t'i nxjerrë ato jashtë pasi përmban sasi të mëdha uji. Kalium. Ushqimet e pasura me kalium siç janë për shembull bananet, portokalli, avokado dhe njëkohësisht stikat apo kivi do të ndihmojnë në shfryrjen e trupit tuaj dhe në nxjerrjen jashtë të kriprave të tepërta. Ananas. Gjithashtu ananasi përmban disa vitamina dhe minerale të cilat ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe tretjes së mirë. Probiotikët. Probiotikët të cilët gjenden tek kosti, qumshti apo djathi ndihmojnë tretjen e mirë dhe nxjerrjen jashtë trupit të toksinave të këqija. Gatimi i perimeve. Ky është një hap shumë i rëndësishëm. Perimet kur konsumohen të pagatuara shpesh shkaktojnë gazra dhe fryrje të zonës së barkut. Gjithashtu, megjithse perimet i japin vlerat e tyre kur ato janë të sapo këputura nga degët e tyre, ju duhet që t'i gatuani ato para se t'i konsumoni. Konsumoni shumë erëza. Fusni shumë erëza në dietën tuaj të përditshme pasi ato do të ndihmojnë në tretjen e mirë duke parandaluar kështu edhe fryrjen. Këtu përfshihet për shembull xhinxheri, kanella, borziloku, rigoni, nenexhiku, rozmarina apo kopra. Përdoreni këto erëza si zakonisht në vakte apo në ushqimet tuaja për të përfituar kështu një bark të sheshtë dhe shumë shije. Mund të zgjidhni edhe ndonjë çaj tjetër bimor me këto erëza sipas dëshirës tuaj. Përdorni këtu çajin e xhinxherit dhe atë me nenexhik. Shmangni ushqimet problematike. Ka disa ushqime të caktuara të cilat njihen për efektet e tyre anësore që i shkaktojnë organizmit. Një ndër to është edhe fryrja e barkut. Megjithse mund të jenë të shëndetshme, shumë fruta apo perime pasi shkaktojnë vështirësi në tretje. Këtu përmendim brokolin, lule lakrën, bishtajoret, mollët, dardhat apo pjeshkat. Bëni kujdes me ushqimet e skuqura, të konservuara apo të procesuara pasi jo vetëm që ndikojnë për keq në sistemin tuaj tretës, por njëkohësisht ju bëjnë ju që të shtoni edhe në peshë. Sipas ekspertëve, keni kujdes me kripën. Nëse vazhdoni që të jeni të fryrë, duhet të bëni kujdes me sasinë e kripës që ju konsumoni. Ushqimi i pasur në sodium mund të ngadalsojë trupin tuaj në procesin e largimit të ujit të tepërt, duke ju bërë ju që të ndiheni të fryrë sikur të kishit një tullumbac në stomak. Kripa është jashtëzakonisht e vështirë për t'u shmangur për shkak të pranisë së saj në shumicën e ushqimeve të përpunuara dhe të paketuara. Nëse ndjeni se keni dështuar me dietën tuaj të shëndetshme, pothuajse pa kripë, pini më shumë ujë për të shpëlar atë nga trupi juaj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!